Shumë interesant fakti se si të gjithë njerëzit që kanë punuar me Pyro Milkanin e kujtojnë në këtë formnik, por doja të ndalesha pak tek pjesa se si mendon ti që duhet kujtuar ai sa i përket trashëgimisë kinematografike që ka lënë edhe si ka ndikuar ose si do ndikojë ai në kinematografin, në kineman sot. Unë personalisht mendoj, po për brezat e rinj, ai ka qenë natyrë që edhe në moshë shumë të vonë, në natyrë ka qenë shumë aktiv, ka qenë pedagog në Akademinë e Rubit deri shumë afër. Dhe unë kam ndier dhe kam punuar, kam pasur bashkëpunime për shembull me regjizor të rinj që kanë pasur mësues e ndjej kur dikush ka qenë studenti i tij. Domethënë është e çuditshme se sa njerëz kaq të mëdhenj, kaq gigant i lën gjërat automatikisht. Ndonjëherë edhe fjalë për të thënë se si duhet mbajtur mend ai është mund të jetë diku dhe fyese sepse është automatike që automatikisht vjen diçka në mendje që duhet mbajtur mend si dikush që është një nga njerëzit më modest në raport me artin, po kjo vjen por që ka lënë një pasuri shumë të madhe. Pasuri jo vetëm të madhe, por flas paktën shpirtërore, kulturore për këtë vend. Ai ishte një njerëz që edhe ka qenë dhe ambasador, ka përfaqësuar Shqipërinë për 2 mandate radhës në Prag. Kishte dëshirë të ishe pranë ta dëgjoj edhe si nga ana e kulturës, ka qenë një enciklopedi gjallë. Unë kam pasur shansin të shijoj në të dëgju si çekisht dhe ndonjëherë më duket sikur çekisht në zotëron me se shqipen. Besoj që është pak e vështirë për brezërit kuptoj se sa të mëdhenj ka qenë ajo plejadë. Unë kisha një shans sepse ishte një nga, më thënë, para disa vitesh para ti kishte bërë anagnosë të filmit të fundit dhe Pyro ishte kjo plejadë e këtyre regjizorëve të mëdhenj që neve plas tani brezi im jemi rritur me këta filmat e vjetër shqiptar. Edhe kur i takon personalisht, pse ti je që ke bërë këtë film, ti ke bërë edhe këtë, ti ke punuar me këtë aktor. Se janë backstage, janë pak më modest. Brezi i ri do të kuptoj një gjë që këta njerëz kaq idealist, këta njerëz kaq të ndënj kishin aq me përulje, aq me pasion, aq me dashuri përballë këtij profesioni, saqë nuk pranonin të bënin dot kompromise. Pyro ka qenë dhe një nga veçantët që ishte zbulues, si thua, jepte nga regjizorët që jepte suport tek këtyre. Jepte suport të rinjve, njerëzit që edhe ishin student ose akoma nuk ishin student, po i merrte, i spikaste, i orientonte pastaj në shkollim. Kështu që brezi i ri që nuk e njeh, por që mbase mund të jetë shkëputur, mendoj tani nga ky vesi jon për të pëlqyer vazhdoi, më thënë, ato trashëgimin apo të parë këto filmat e vjetra shqiptar, të paktën kur të shohin të kuptojnë që ka akoma nuk e dinë çfarë sasie ka akoma sot, por ka pasur njerëz që kanë jetuar këtë vend dhe na kanë lënë një trashëgimi që është e pableshme. Më thënë, e kanë falur. Dhe këtë të fali diçka është njësoj sikur ti beson diçka edhe thua ma solli Zoti. Ndërkohë që këtë lloj trashëgimie kanë sjell njerëz që punonin me shpirt, punonin pasion për këtë profesion dhe ai ishte një nga më të mëdhenj, më të mirët aty brezi. Po ndoshta duke marrë shkas nga kjo humbje dhe nga ky diskutim që po bëjmë si e shikon sot artin, botën e filmit në Shqipëri. Sa ti vetë në funditës si e domethënë le të themi kurorëzimin maksimal artistike ke marrë edhe për mbi të gjitha për te kufive, pra, nëse në Shqipëria është një treg i vogël, po sigurisht sado që të marrësh merita, mbetet prapë një treg i vogël. Si e gjykon në këtë aspekt? Domethënë ka vend për kinema idealiste me shpirt ende? Kjo mund të jetë si një thërrime në tregun botror. Një thërrime, këto janë faza që ndodhen mbase kanë ndodhur dhe jashtë. Unë i kam të dëgjuar edhe aty ku jetoj, ka pasur Turqia probleme të tilla, ka pasur Evropa, Gjermania situata të tilla. Por duhet të jemi të qetë në një sens që sa do të trembemi apo sa do të kemi një siklet që çfarë po ndodh, do vi koha që gjë së vërtet nuk i ikën dot vlera, duam ne, do dali dikush, do dali një sot quhet më thonë se ai çmendur, një kreze që do ketë atë pasion, do ketë atë ideal. Është e vështirë të shkojmë në ato masë, mbase në ato për masë, sepse sot duket sikur vetëm idealizmi nuk ka më vend. Flas përgjithësi në shoqërinë shqiptare, jo vetëm në kinema. Jemi të pak me vërull drejt hesapit, por
vepra e mirë dhe e kthjellë e artit do ketë vend gjithmonë. Do ketë vend gjithmonë dhe është mirë që të kthehesh deri ku mbas edhe kjo intervistë nuk e di veç në ku do shkoj, po unë kam personalisht shumë vështirë të jap një motivim siç kishte Piro për shumë natyrshme me brezat e rinj, sepse edhe nuk i detyron dot të jenë idealist sot njerëzit, sepse kanë kohë vështira në një sens. Por në raport me Shqipërinë, atë që ndjehem sot, sado që unë kam mbase në raport numësh kam më shumë projekte tani jashtë se këtu. Unë jam rritur këtu, se thua, u linda këtu në këtë profesion, edhe është shumë e vlerë sepse bashkë me gjuhën, bashkë me kulturën ti merr dhe natyrën tënde të aktorit, ato karakteristikat e gjeografisë këtu. Kështu që përveç faktit që mbaj mend në setin e Trishimit Zonë Schneider, mund të ishte diku nga mbas 10 xhirimit kur kishte shtruar pak a shumë seti dhe ishim ulur, kishte mbaruar, unë kisha mbaruar xhirimet, po mblidheshin si thua dritat e fundit, seti po rregulloi për të nesmen. Edhe Piro kishte atë natyrën që sa kishte filluar prapë cigaren, do dalësh të pinte të dytën mbas pa nisur të pa mbarur të parën. Thoshte shikon këta njerëz kanë nefa, më futi dhe mua pjesë, jemi të fundit më i kam, sepse kishte fjalën edhe për raportin, ne ishte ekip që kishte ardhur nga Shqipëria, ne punonim një film historik, në një sens, po ishin si thua akoma ata njerëzit ishkin në studio së re, sepse sigurisht që e dini, ka qenë një nga regjisorët bashkë me ajkën e regjisorëve të tjerë, të asaj plejade, që kanë formuar në studio në Shqipërinë e re, sepse e kishte këtë, ishte vizionar, ky profesion jon ta do bëhet digital, ta do bëhet. Unë kam pasur prap shansin më të parë të punoj atë të xhiroja me film shiri 35 mm, që ishte, më thënë, tamam të fundit e Moikanëve. Dhe kjo më ka mbetur kështu si shprehje, më thënë, s'kishte lidhje shumë me aktrimin, po sot e kuptoj që ka lidhje me gjithçka, me sa shumë dimensional që ishte. Me të ishte një perl arkivit jetës, po të ri afër, po që se kishim atë natyrën të mbanim notebooks në atë kohë. Ti shkon se sa shumë gjëra. Ka qenë demosha. Pra, e tham që në fillim të kësaj interviste që arsyeja pse Niku është në Shqipëri është pikërisht përcjellja e Piro Milkanit, do të thotë që ti ke lënë disa projekte, me sa di, jemi midis Gjermanisë dhe Turqisë tani. Dhe mund të na tregosh diçka më tepër në lidhje me këto dy vende që në plan të parë duket sikur nuk shkojnë shumë kinematografikisht me njëra tjetrën. E drejtë është edhe nga ana e të aktrimit në specifik si profesion, unë kam shumë vështirë kur jam në Gjermani që të futem në rol, në atë lëkurën e rolit, me atë strukturën e fjalisë. Është domethënë dua një punë mbase 3 herë më shumë, kurse në Turqi sigurisht një komplet një gjuhë tjetër. Je bërë Stambolli fare tani. Jam më rahat, jam si në shtëpinë time, edhe në marrëdhënie. Në Gjermani ka shumë turq tani, sa kanë çik Turqi dhe brenda Gjermanisë. Nga ana e pjesës për dishmit të qefit, po, nuk është aq keq, po unë jam më shumë Stamboll, lus, si bie shqip. Je afeksionuar më shumë në Stamboll. Po edhe në raport me marrëdhënien me rolet, për shembull kur lihen rolet shoh edhe nga temperamenti ne kemi shumë afërmitet flasë edhe si popullsi. Na duket sikur, domethënë nuk do të bëj ndonjë tani këtu se mos merret gabim për në një jam shumë pro Europës e kështu, po në marrëdhënie mentaliteti jemi shumë më afër atje. Flas këtu për ata që nuk e dinë, kanë për një Stamboll modern, sepse siç e dini shumë ka pothuajse mbi 50% e popullsisë është laike, është moderne. Tiles shumë disa shok nuk e di keni qenë dhe ju, në Stamboll kur erdhën thënë duket sikur bënin kështu humor. Këtu është shkolla, po këtu është që kanë çik si farmacia 10, erdhën me shtympshyr, erdhën natyrën e tipologjisë njerëzve edhe plus kemi bashkëtuar 500 vjet me njëri tjetrin, kështu që ca gjëra do na mbeteshin nga. Do t'i merrnim. Jo, është e vështirë për të drejtën, për ta mbyllur të pyetjen tënde, është shumë e vështirë, është ndonjëherë për shkak kur kam kopa që në Gjermani kthehem, duhet një muaj, 2 muaj që të ambientohem prap. Por që nuk jam shumë tek Gjermania, nuk më kanë ngjitur as më ka ngjitur Stambolli.